mëngjes. Mirë se vjen në këtë meditim dhe ditë të re të mbushur me mundësi dhe potenciale të reja. Lëri 8 minutat e ardhshme të mbushin me energjitë pozitive të tokës sonë dhe të universit përreth. Ndoshta sapo je zgjuar dhe mundesh të jesh ende në shtrat, apo të jesh ulur në një koltuk apo karike. Ndoshta sot ke zgjedhur të ulesh në tokën e butë me sy të mbyllur drejt diellit të porsalindur. Nuk ke thënë apo por shumë dhe energjitë e natës së gjatë janë ende rreth teje. Lëre trupin tënd të mbëri ngadalë në këtë moment. Ndjej butësinë e mjedisit përreth teje. Lëvizi lehtë duart ose këmbët dhe fito vetdije për trupin tënd fizik. Zgjate trupin ngadalë dhe shijo hapësirën e re që sapo ke krijuar. Merr frym thellë dhe ngadalë dhe çliroj syt, nofullën apo çdo pjesë tjetër të trupit. Kaloje vëmendjen tënde në frymën tënde. Vrej ritmin e natyrshëm të tij. Fillo të marrësh frym thellë përmes hundës dhe nxjerr frym thellë përmes gojës. Merr frym 1, 2, 3, 4. Nxjerr frym 4, 3, 2, 1. Merr frym 1, 2, 3, 4. Nxjerr frym 4, 3, 2, 1. Merr frym 1, 2, 3, 4. Dhe nxjerr frym 4, 3, 2, 1. Me çdo frymmarrje, imagjino që merr energji të freskët dhe gjallëruese. Dhe sa herë që nxjerr frym, çliro energjitë e bllokuara të mbledhura gjatë natës. Lëre frymmarrjen të jetë ngadalt dhe e qëndrueshme, duke i mbushur plotësisht mushkërit dhe më pas lëshojeni frymën plotësisht. Ndjej efektin qetësues të kësaj praktike, pasi ajo sjell qartësi dhe fokus në mendjen tënde. Ndërsa vazhdon të marrësh frym thellë, vëzhgo çdo mendim apo ndjenjë ankthi që mund të jetë i pranishëm në mendjen tënde. Është e natyrshme që të zgjohesh me një listë ndonjëherë të gjatë detyrash apo shqetësimesh, por në këtë moment lejo veten që të mos mendosh fare për to. Imagjino sikur çdo mendim apo shqetësim është një fluskë e vogël sapuni dhe sa herë që nxjerrni frym, ato largohen nga trupi yt. Tani, ti je pranë një lumi të pastër dhe të qetë dhe mendimet e tua rrjedhin butësisht, ashtu si huaj në shtratin e tij shekullor. Kjo ndjesi paqeje dhe qetësie është forca që të duhet për të krijuar një ditë të bukur dhe të qëndrueshme.
shahjet e qëndrueshme të zemrës si një kujdes se brenda teje ka jetë dhe gjallëri. Mendo pak, çfarë do të dëshiroje të bëje sot? Si do doje të ndihesh gjatë ditës? Cilat cilësi do dëshiroje të mishëroje? Vendos synime të qarta dhe pozitive për ditën tënde. Gjatë ditës ec përpara me qetësi, begati, me gëzim. Larje qëllimet dhe planet e ditës të bëhen realitet lehtësisht, pa konflikte apo pengesa. Qëndro i apo e përqendruar në qëllimet dhe planet e tua. Tani është momenti për të shprehur mirënjohje dhe falënderim për gjithë gjërat e mira që ndodhin në jetën tënde, për familjen dhe njerëzit e tu dashur, shtëpinë, veshjet, ushqimin, punët, kolegët. Mbushe veten me mirënjohje dhe dashuri dhe lëre këtë ndjenjë të rrezatoj dhe të prek çdo çast dhe çdo aspekt të ditës tënde. Është koha të buzëqeshësh dhe të pranosh forcën dhe energjinë transformuese të paqes dhe dashurisë. Kjo ditë është jotja për të krijuar dhe shijuar. Të uroj një ditë sa më të bukur. Faleminderit.